Të nderuar teleshikues, ju përshëndesim nga pallati i sportit Aslan Rusi i kryeqytetit në këtë super sfidë të basketbollit për meshkuj në mes Vllaznisë, kampionën e fuqi dhe Tiranës vendase. Është takimi i tretë i radhës i fatës së play-offit, takimi i cili nëse sonte fiton Vllaznia Shkodrës do të përcaktojë gjithçka për trofeun e titullit kampion të Shqipërisë, duke pasur parasysh që Vllaznia ka dalë fituese në ndeshjen e parë në këtë pallat sportit të luajtur martën e kaluar dhe ndeshja e dytë e luajtur në Shkodër në pallatin e sportit Qasem Berfishi është fituar përsëri nga skuadra shkodrane me 9 pikë diferencë të premten e kaluar, ndërkohë që sonte luhet pra takimi i tretë dhe nëse ekipi shkodran që drejtohet nga dy shjataneve Bedar Xheçaj dhe Darko Vujacic që nëse fiton të ndeshja atëherë nuk ka më nevojë të vazhdoj betejë dhe Vllaznia shpalla dhe kurorëzohet kampione e Shqipërisë në këtë pallat sporti. Edhe pse vendasit kanë shënuar të parët në koshin e Vllaznisë, madje duke vijuar të kryesojnë edhe deri në 10-5. Perioda e parë mbyllet me vetëm 2 pikë diferencë në favor të bardhë-bluve kryeqytetas, 14-12. Me orientimet të dhëna nga ndyshja e trajnerëve, Vujacic dhe Xheçaj, Vllaznia futet në fushën e lojës për pjesën e dytë krejt tjetër, ku jo vetëm barazon, por edhe merr kryesimin e rezultatit, duke mbyllur pjesën e parë me avantazhin 35-30. Një pjesë e parë dominuese për Vllaznin, si e parashikonin të dytën? Loja po shkon sidomos gjitha parashikimeve për ekipin ton, pambasis disa gabimeve, por megjithatë loja po shkon drejt një fitore të sigurt. Edhe në të dy periodat e pjesës së dytë, Vllaznia është dominuese në fushën e lojës, ku në mbështetjen e fuqishme të tifozërisë shkodrane, e sidomos të grupimit Vllaznit Ultras, e të dhon avantazhin mbi 10 pikë, ku mbi të gjithë bie në sy loja amerikanit Brandon Hogg, pikështunuesi më i mirë i kësaj ndeshje me 31 pikë. Vërshëllimi a fundit e gjyqtarëve të takimit ka fiksuar rezultatin 71-58 në favor të Vllaznisë, që me 3 fitore radhazi në fazën e play-offit shpallet për herë të dytë radhazi kampione e Shqipërisë. Një sukses ky që krahas basketbollistëve dhe stafit teknik ka brenda patjetër edhe kontributin e presidentit të shoqatës së basketbollit Vllaznia, Sokol Dibra. Shikoni festën e tifozërisë shkodrane Vllazit Ultras, kanë qenë të shkëlqyer në këtë entuziazëm. Spektakël të nderuar teleshikues në pallatin e sportit Aslan Rusi, Bedar Xheçaj. Urime për këtë fitore, Fitore more! E besua se të ta përdori me sukses në këtë finale. Edhe kam thënë çish fillon, kam pas shumë besim që do ta marrim edhe kampionatin. Fal Zotit, e merituame, sfida Shkodra më mirë. E meriton të Vllaznia këtë sukses. Patjetër, faleminderit. Një përshëndetje për Vllazit Ultras, të cilët janë më të mirë në botë. Është në të gjatë, pra kemi theksuar vazhdimisht të nderuar teleshikues, festa vazhdon, gjithçka është në komandën e Vllaznisë kampion. Suksesi basketbollistëve kuqe-blu ka vijuar të festohet gjatë në midiset e pallatit të sportit Aslan Rusi të kryeqytetit, në praninë të tifozërisë shkodrane si dhe të vetë familjarëve të sportistëve. TV1 Channel ka qenë i vetmi televizioni i Shkodrës që e ka regjistruar të plot ndeshje në pallatin e sportit Aslan Rusi, duke përfshirë dhe atmosferën intervistat me protagonistët e suksesit, emocione të cilat do të përcillen të plota në programacionin e TV1 Channel. Për këtë finale, nga kam. Finalet tilla duhen përsërit me këtë publik dhe jam i mendimit që të dyja skuadrat ishin të benjuma. Rezultati i takoi skuadrës që luajti më mirë, kështu që unë uroj Vllaznin për fitore.